Then, after that experience, beautiful experience in Sri Lanka, fulfilled, I came back to Kosovo, then immediately engaged with the World Bank project, developing standards for schools and... You're speaking English again. Oh, I'm sorry. Okay. It's part of it. Edhe mas kthimit në Kosovë, me plot energji, me entuziazëm, pas një punë e tillë, u angazhova me njerë me një projekt të Bankës Botërore, në Ministrinë e Arsimit për zhvillimin e standardeve për shkolla, standardeve të dizajnimit të shkollave, mandej për me bo mapping e shkollave, me identifiku probleme dhe ku janë shkolla, si school mapping, edhe me bo investime duke u bazu në nevojat në teren, mandej edhe me ndërtu një shkolla model, që është tash në Prishtinë me u ndërtu, sipas duke u bazu në standardet, dhe duke u bazu në nevojën e nxjerrë prej school mapping, prej planit të investimeve, që është pregadit duke u bazu në nevojat e qytetit edhe lokacionit të caktuar. Kjo ka qenë një projekt shumë i mirë, mas këtij projekti më angazhu prapë në një projekt të USAID-it në Ministrinë e Ambientit, e aty reformat në ndërtim dhe planifikim hapësinor, ku kemi identifiku, kemi po këtë ndërtimet pa leje, kemi marrë me ato, kemi updateu edhe këtë ligjin e ndërtimit. Ka qenë punë shumë e mirë e madhe, në ndërkohë kom punu edhe në Sarajevo. Shumë interesante dhe qëto një detalj me u tregu me një konsulencë në Sarajevo, ku isha une me një kolege italiane dhe një anglez, si ato vizat që thujnë Gjermani, Anglezi, Shqiptari. Me ta, kemi bo një farë assessment për marrëveshjen e Daytonit për politikat e rindërtimit shtëpive, edhe çka duhet mundru, çka mundet me u përmirësu në atë aneks agreement që e kam pas. Edhe na shkojmë, përveç tjera, që kjo është shumë detaj interesante, tash në kohën e re të Kosovës, dhe shkojmë edhe në Republika Srpska, edhe në Federat, edhe i kemi këto hulumtimin, takimet, intervistat me ta punëtorë të qeveritar. Edhe ku shkojmë në Banja Luka, tash është ajo kryeministër, ka qenë ministre e edukimit, edhe shkojmë në takim të ajo, ku Banja Luka, qyteti i vogël, ndërtesat e qeverisë ma e madhe se vetë Banja Luka, ajo pjesa e qeverisë, impozante. E kisha një farë, si isha fort komod, po prapë isha me kolegë, isha pjesë e ekipit, që punojshin për Komisionin Evropian të Delegation Office të Bosnës, të EU-s në Bosnë, edhe ku shkojmë mu taku me ata, kur për njëherë po prezentohen Amerita Bejlule, kur ajo në Serbisht, a viste iz Albanije, ti je nga Shqipëria, tash jo, unë jam nga Prishtina e Kosovës. Në atë moment, ajo veç o skuq edhe mu e ka këthy kryt asnjëherë mos ka folë me mu. Thu se nuk po egzistojnë dhomë. Thu, me qas, ama heq se kthej kokën mu. Ka qenë farë ndjenjë jo e mirë, po, e punë. Mandej shkojmë në Republika Srpska, sëm kujtot ai vendi, ku ishim një vendi vogël, i bëjshim këto vizitat të housing projekte që i kam pas, edhe
kur 7 mëngjes, kur qonë me unë për mëngjes, me kolegët e mi, kur po më thirin për recepcionit, po thënë, ju lutëm, e janë se ka ardhë policia e turizmit. Okej. Policia, qështu, në Serbi, kur po shkojmë 2 polic të Republika Srpsës, për njerë ftyrat më kanë dukë si ata, ftyrat për njerë më kanë dukë si ata, po ditë kur kom dalë për herë parë të rënë që janë hafru të Egjipit, qësi ftyra, që ajo shprehje. Edhe pëtoj, ku I keni ju dokumentet e juja, unë po e të dhe pasaport, dhe tha, ky pasaport e jo t'i Kosovës nuk vlen këto, qysh keni mujtë marrë, ju do një marrë me neve. Thash, po jo, unë e kom vizën, po vizën pjaja vizën që e kishin bo me shumë zore kam bo Komisioni Evropian në Sarajevo, në letër. Aha, në rregull, tha. Tash, zoj, kërkut mos ja tregoni më këtë pasaport, se nuk vlen, jo, po vetëm që këtë letër. Po në atë moment nuk di pse unë iva e fuqishme, tash po më duket vetja që kom qenë shumë naive, thash po në aty në mes një vendi që s'po e di ku jam, qysh jam, e plotësisht e pasigur, po thashtë ju duhen edhe ju me na njoft, neve ma shumë se 100 vende në na kanë njoft. Me që këtë tha, Zoja, kjo është politika, mos po dëni me arë me neve në stacion? Thashtë ju, në rregull, kolegët e mi thanë, së konës, e menë që prej te e me thonë që ato fjallë ku jemi edhe me njerë këthejëm në Sarajevo. Një prej eksperiencave të cilat edhe në kohët e sotit ende I përjetojmë. Edhe me shumë shtirësi me shkubile. Atje. Masi që u kryen krejt këto e u kryen edhe projekte USAID në Kosovë, në Ministrinë e Ambientit, ku janë me kolegë ku janë me të vërtet të hatashëm ata, kolegë që punojnë aty. Prap, ish kolegët e mi më thrasit thojnë, Merita, në Sri Lanka është projekti USAID-it, a mund është marrë për 60 ditë pune, po na duhet se është një projekt për më ndihmu qeverisë Sri Lankës për investimet në turizëm, edhe tash po vinë shumë po ndërtojnë edhe qeveria e kineze dhe e bizniset private edhe po e shkatrojnë arkitekturën autoktone e neve po na duhet me ndihmu qeverisë me ju tregu disa standarde apo me çka mu inspiru edhe qysh ndërtimet me qenë autokton për Sri Lanka, por jo me ju arë të imponume prej investitorëve të huj, edhe me pas një rregullore. Kur u përmend Sri Lanka për mua ajo dashnja thasha, përse ka me diçka një pjesë e jemi, atje unë duna mu këthy. Ke diçka merdë si prej qiellit, një ftesë e tillë, edhe unë me njëherë bona gati tash pas kish nevojë me vajzat vesh të mëdhaja, me burin me zispriçim pak një largim. Edhe kjo ka qenë shkurti 2020-ës, unë shkoj për 60 ditë, e kom kolegën që kom punu për para me të USAID-in, e kom një drejtor me priardhët prej Anglisë, një njeri fenomenal, që s'kom pa njeri ma të mirë, ma profesional se aj, edhe ma besojnë punën për me punu në një handbook ku o bo procedurat për marrjen e lejeve, e unë e kom pas design inspiration, inspirimi për design aty me shkrujt, një kapitull, edhe ty e punu kur ajo për një herë po fillon Covid-i, po fillojnë informatat rreth Covid-it, kur kjo kolege amerikane ishte punësune për kompanis tjetër, unë në kompani tjetër, ajo kompania thot, mere me njerë bënu gati këtheu, se du shmu këthy. Edhe tash ishe dhe një tjetër kolege tjetër, ajo e Gjermanisë, e ti Daniela, qka po më njota unë pori, po e pyet drejtore e Glen, ta edhe unë pori, thash atër pori edhe unë, se adin kalan kjo. E kolegja tjetër amerikane ajo këthehet, kur si këthehet ajo, mas 2 dite, mbyllën, krejt fluturime, s'ka kur gjo, une mes në
Locked in Paradise, që e ngujume në një xhenet. Edhe ajo ke një farë shoku prapë edhe s'kishe se jenë në ishull shumë larg, nisi kisha kolegë, po komplet, edhe s'kishe me udhëtu si krejtve që i kanë ndodhur gjatë Covidit, mande unë aty i kushtet jo të mira, po shumë të mira, jo të mira, po tepër të mira, jo si herën e parë në para që shkanë qenë, po këtu ka qenë pak më ndryshe projektin për qeverin, mrena në Kolombo, jeton në banis me 5 yje, me të gjitha të mirat, edhe po aty mandej u inspirova, ju propozova me ju pregadit edhe këtë design guideline që mi pas edhe, sepse ata arkitekturë jo të bukur, jo të mirë, po spirituale, tepër të mira, po veçka ju mungojshin disa standarde minimale, praktike, për të cilat u dufke për investitor tjerë me ju tregu, për jo spiritualitetin edhe atë poezin në ndërtime që e kishin, po këto ma praktike. Edhe ajo qeveria ishte e gëzume për ata dhe unë e filloj me punu aty dhe 6 muaj e mbyllun, kom punu në guideline e cili është përkthyr drejtuar dhe cili është ende po funksionon me Institutin e Arkitektave atje, kom komuniku që mi aulon atyne, ata me vazhdu si dokumenti gjallë, edhe ende jom kontakt me ta edhe është ka qenë një përvojë e hatashme. Por, në ndërkohë, kryet ky projekt, mandej prej deri tash 2025, në fund 2024, 3 projekte të ndryshme ka qenë duke i ndihmu qeverisë, edhe me ndërtesa të qëndrueshme për hoteljeri, për turizëm, 3 projekte të ndryshme, kështu që unë këto vite, prej 2020 deri 2025, fillimi 2025 kanë qenë vitet ma të bukura të jetës teme. Ku dhe buri ka ardhur dhe unë e kam marrë shpesh dhe fëmijët kanë ardhur, po ka qenë është një kulturë tepër e bukur, po çka kom pa, çka me modestin teme që nuk është me rëndësi ku je, as çka je, apo për kënd punon, a çush punon. Shtëpinë e gjen kudo në botë. Kudo në botë gjen njerëz. Për shembull edhe denge e kom fitu. Kom qenë në shumë rrezik denge për mushkajave, smundja në spital për 5 ditë, si ka qenë bajagi rrezik. Po i kom pa shumë njerëz të afër që janë kujdes, bile me vetë të ke po vi unë që s'ki nevojë, se i kam njerëz që po kujdes, s'ka nevojë. Kështu e gjen shtëpinë, e gjen dashninë, e gjen mirësinë kudo, ku nuk ka që bota është një qielli, bota është e të gjithëve, nuk pse mu ngushtu shtëpia jeme, shteti jem, familja jeme, ka puna jonë të gjithëve. Qka jemi në një pjesë e botës, kështu që tash vajzat e mia, njëna është në Berlin, njëna është në Lisbon. Nuk mërzitna që ka shku, nuk të pse sporin këtu me nejtë, s'ka lidhe, kudo që shkon e jep kontributin, aj kontribut ka me ardhe dhe këtu, është kontribut për njerëzimin. Kështu që nuk kam atë nostalgji që apo, pse me nejtë, është brain drain, kudo që e kanë ma mirë, kudo që shohin ma shumë, kudo që kontribuojnë edhe për vendin e vetë. Edhe nuk është mo emigrimi klasik, po tash është thjesht një globalizim që shtëpi edhe shtet e kemi gjithmonë. Që kjo, shtot? Faleminderit. Shumë gjatë.